Nëse ka një gjë që publiku shqiptar e ndjek me pasion, është dashuria në showbiz. Jo thjesht romancat, por historitë me kthesa, me ndarje, rikthime, lot dhe surpriza, dhe më momente që bëhen virale brenda pak minutash. Sot do të flasim për 5 çiftet më të bujshme në Shqipëri. Po ju a them që në fillim, çifti i fundit do t'ju habis të gjithëve, dhe jo për arsyen që mendoni. Në vendin e 5 vendoset një dashuri që shumë e quajtën dashuri e dytë, por më e fortë se e para. Bora Zemani dhe Donald Veshaj, historia e tyre u kthye në telenovel kombëtare gjatë periudhës së Big Brother VIP Albania. Ndarje publike, deklarata emocionale, rikthim që theu internetin. Çfarë bëri këtë çift kaq të fortë në sytë e publikut? Ndoshta fakti që gjithçka ndodhi para kamerave. Publiku nuk ishte thjesht spektator, ishte dëshmitar. Dhe kur një histori dashurie përjetohet kolektivisht, ajo bëhet më e fortë se thjesht një romancë, bëhet fenomen social. Në vendin e 4 kemi një çift që u kthye nga një reality show në një histori që vazhdon edhe jashtë. Luiz Edi dhe Kiara Tito. Nga flirtimet e para tek propozimi për martesë, e deri tek kurorëzimi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Disa e quajtën strategji, disa të tjerë dashuri të pastër. Por një gjë është e sigurt, ata arritën të mbajnë miliona njerëz të ngjitur pas ekranit, edhe kur dashuria shndërrohet në ngjarje televizive, ajo fiton një dimension tjetër, bëhet pjesë e kulturës pop. Në vendin e 3 vendosim një çift që përfaqëson stabilitetin dhe maturinë në industrinë plot luhatje. Alban Skënder dhe Miriam Cani. Pa skandale të mëdha, pa drama publike, por me një histori që ka rezistuar viteve. Ata janë shembull se jo çdo çift bujbërës ka nevojë për konflikt për të qenë relevant. Ndonjëherë qëndrueshmëria është ajo që e bën një histori të veçantë, dhe ndoshta pikërisht kjo i bën ata të kaq të respektuar. Në vendin e dytë kemi një çift të konfirmuar dhe shumë të komentuar, Ledri Vula dhe Sara Hoxha. Një lidhje për vite u ndoq nga publiku hap pas hapi, nga momentet romantike tek ardha e jetës së vajzës së tyre dhe deri tek periudhat e largimit dhe rikthimit. Ata kanë qenë vazhdimisht në qendër të mediave, sepse përfaqësojnë një kombinim të fuqishëm: muzikë, biznes dhe ndikim në rrjetet sociale. Dhe tani, çifti i parë, ai që ju thash në fillim do t'ju habis, sepse ndoshta çifti më i bujshëm nuk është ai me më shumë drama, as ai me më shumë deklarata publike. Është ai që shumë e njohin si simbol i suksesit dhe diskrecionit njëkohësisht. Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj. Përse ata? Sepse për vite me radhë, Arbana ka qenë fytyra spektakleve më të ndjekura, ndërsa Eduardi ka qenë pas kamerave. Një lidhje që lindi larg zhurmës, por me kalimin e kohës u kthye në një nga historitë më solide në industrinë televizive shqiptare. Ata nuk u ndërtuan mbi konfliktin, por mbi bashkëpunimin. Dhe ndoshta kjo është surpriza, në një botë ku drama shet, ndonjëherë forca qëndron tek harmonia. Në fund të ditës, ajo që bën këto çifte kaq të përfolura nuk është thjesht fama, është mënyra si publiku projekton veten tek to. Disa shohin shpresë, disa shohin reflektim, disa të tjerë kërkojnë emocion, por pyetja mbetet: cili prej tyre do t'i rezistojë kohës dhe cili do të jetë çifti i radhës që do të trazojë vjetin?